Përshëndetje, po nisim të hënën sportive, këtu me mua Andi Gjiani dhe kolegun tim, zotin Fatmir Taraj, ish arbitër i FIFA-s dhe aktualisht vëzhguesi i Federatës Shqiptare të Futbollit. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, profesor avokat Andi, një kënaqësi që marr pjesë në këtë studio, ku së bashku do të trajtojmë disa tema të futbollit aktual në kampionatet shqiptare, në kampionatet e tjera, të cilët janë luajtur dhe në diskutim më sipër do të përmendim dhe anët më pozitive të kësaj jave. Faleminderit, është kënaqësi edhe për mua, është kënaqësi e veçantë që të kam në këtë panel. Atëherë, të nderuar teleshikues, ky emision do ndahet në dy faza. Në fazën e parë ne do flasim për Superligën Shqiptare dhe konkretisht për javën e 17 të zhvilluar në këtë fundjavë. Do të përmendim të gjitha ndeshjet që janë zhvilluar, surprizat, golat dhe gjithçka çfarë ka ndodhur, dhe në pjesën e dytë të emisionit do të përmendim pak tre kampionatet më të forta të Europës, kampionatin anglisë, kampionatin spanjoll dhe Serie A. Miri, se po të thas Miri në konfidencë e sigur. Atëherë, rezultatet e kësaj jave kanë qenë Tirana Vllaznia 1-1, Bylis Elbasani 3-2, Egnatia Partizani 2-1, Flamurtari Teuta 2-2 dhe Dinamo Vora 2-1. Për ju, kush është surpriza më e madhe kësaj jave? Dhe pse jam në rolin e vëzhguesit të Federatës Shqiptare të Futbollit, vjen syz kësaj radhe fitoria e merituar, do të themi, e Bylisit ndaj Elbasanit, sigur dhe barazimi i Tiranës me Vllaznin e Shkodrës. Këto rezultate bën që renditja të ketë një përmbysje ku Egnatia mbas fitores saj arrit të kapi kreun e renditjes. Jam plotësisht dakord, me që përmendem dhe renditjen, dua ta përmend pak. Është kthyer në vendin e parë Egnatia Rogozhinës, e cila është aktualisht dhe ekipi kampion i Shqipërisë, ndodhet në 34 pikë në vendin e parë. Elbasani mbas çedimit që ka bërë në Baç në humbjen 3-2, siç edhe ju e thatë, është zbritur në vendin e dytë me 32 pikë. Dinamo vazhdon serinë e vet pozitive. Pra do të thoja që është një garë shumë e fortë nëpër lig. Fitoria Egnatis e kësaj skuadre që ka 3-4 vjet që po jep zë kampionat shqiptar, me drejtues të ri teknik, me trajner që është finalizuar dhe me marrjen e kupës si trajneri më i mirë i vitit 2025. Tregon vishmërinë e saj dhe një skuadre solide nga gjitha pikpamjet. Por kjo nuk do të thotë që edhe skuadra të tjera si Elbasani, edhe pse u humbje, nuk e zbe punën këmbgurëse të skuadrës dhe trajnerit, sikurse dhe skuadra të tjera, Dinamo, po ashtu dhe Teuta, e cila ka ndezur motorët e saj, sepse i pëlqen dhe renditja për të hyrë në kaçën që së shpejti do të ketë finalin e saj në fund të kampionatit. Në Final Four-in. Edhe unë i qëndroj mendimit tuaj, jam dakord që këto 5 skuadra, Egnatia, Elbasani, Dinamo, Vllaznia dhe Teuta do të jenë pretendent për të luftuar deri në fund për Final Four-in. Kjo tregon dhe një herë që ky kampionat është vërtet i fortë, Superliga Shqiptare është rritur goxha. Ashtu kurse edhe organizimi. Absolutisht që po, me ndihmën, domethënë, të Federatës Shqiptare të Futbollit, që ka bërë një punë, mos e egzagerojmë, po e themi pa egzagerim fare, të jashtëzakonshme në rritjen e cilësisë së futbollit shqiptar në gjithë këto vite, sepse edhe infrastruktura dhe kushtet janë tashmë në janë një tregues, janë një tregues dhe mund të konkurrojnë dhe me nivelet e rritjes së nivelit të futbollit në këtë skuadra. Po, pa diskutim. Atë unë do doja t'i kapnim ndeshjet një nga një. Dinamo Vora, 2-1 për Dinamon. Mendimi juaj për këtë ndeshje? Nuk është se pritej, sepse dhe Vora me disa ndeshje të saj ka treguar që është një skuadër kompakte. Po, vërtet. Fakti që është pjesëmarrje në Super League tregon që brumin e kësaj skuadre, lojtarë cilësor, sikurse dhe infrastruktura e cila Federata Shqiptare e Futbollit me Bashkinë e Vorës po ndërtojnë një stadium të ri që premton për të ardhmen. Gjithsesi Dinamo, sipas kronikave që kam parë, tregoi një skuadër me pjekuri, një skuadër solide, një skuadër që me brum që drejtohet nga një strateg siç është profesori Ilir. Pa diskutim, jam plotësisht dakord. Për mua personalisht trajneri Ilir Daja është trajneri më i mirë shqiptar, sepse e ka treguar në gjithë këto vite me rezultatet që ka patur në gjithë skuadrat që ka drejtuar dhe ka korrur sukses të jashtëzakonshëm me Dinamo, me Skënderbeun, me Ballkanin në Kosovë, dhe është vërtet një strateg. Por edhe për ekipin e Vorës dua të them që kam shumë simpati,
dhe për trajnerin Arjan Bellaj, vërtet ka bërë një ekip shumë simpatik me djemë të rit të cilat kanë dëshirë të promovohen në Superligën shqiptare. Rezultatet e skuadrës Vorrës i dedikohen dhe mungesës infrastrukturës së tyre, të cilët shumë Vora i ka bërë ndeshjet jashtë fushës vet. Kjo mund të jetë një nga faktorët për këtë rezultate. Shpresojmë, si mas informacione kam, që së shpejti fillon edhe inaugurimi i stadiumit të Vorrës, ku mendoj që pritën edhe kthesa në rezultatet e kësaj skuadre. Po, pa diskutim, me vitin e ri, 2026, normalisht pritet që të skuadra Vorrës të kthehet në stadiumin e vet, të jetë pranë tifozërisë së saj të zjarrt, dhe është vërtet një kënaqësi që emra të tillë, domethënë të qyteteve të vogla në thojza, si Vora, pasi tashmë Egnati është një realitet për Superligën shqiptare. Por do të shtoshtu edhe i fushave të ndërtuara sipas standardeve europiane. Absolutisht. Punë e udhëhequr jo vetëm nga Komiteti Ekzekutiv i Federatës Shqiptare të Futbollit, por edhe nga presidenti i saj, i cili me pasion, me dashuri për futbollin, për sportin, ka arritur të ngrejë një infrastrukturë me nivele bashkëore në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Absolutisht. Së shpejti, sipas informacioneve dhe sipas programit punës që kam dëgjuar nga Federata Shqiptare e Futbollit, do të fillojë dhe rindërtimi i stadiumit Besa, një skuadre simpatike dhe me histori në vite në futbollin shqiptar. Absolutisht, absolutisht, i qëndroj plotësisht atë që ju thatë, dhe mendoj që strategu i gjithë kësaj pa diskutim është zoti Armando Duka, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, udhëhiqet nga një president i tillë, dhe vizioni i presidentit është shumë larg pamës. Unë e mbaj mend kur e ka marrë në 2002 në Federatën, që ka qenë një tjetër kohë, ju e mbani mend shumë mirë, dhe sot jemi në fund të vitit 2025 dhe kemi bërë goxha arritje. Edhe për ekipin tonë kombëtar, por është një temë tjetër të cilën ne do ta diskutojmë kur të vi koha. Vetë rezultatet kur them infrastruktura, gjithë organizimi dhe punët që ka Federata Shqiptare e Futbollit, sepse kam qenë pjesë e arbitrimit shqiptar në shumë vite. Dhe shumë vite që nga marrja e detyrës si presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, falë që për ndërpres, ju jeni një ikonë e arbitrimit shqiptar dhe duhet ta theksoj këtë. Më kujtohen ndryshime e infrastrukturës në vite me stadiumet e sotshme, ku ka një zhvillim galopan me standarde bashkëkohore. Kjo për vetë faktin punës këmbgulëse të thashë të Komiteti Ekzekutiv udhëhequr nga presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit. Por dhe nga kontributi i bashkive dhe i presidentët të cilë me pasion kanë arritur të ndërtojnë skuadra në përputhje me detyrat themelore të Federatës Shqiptare të Futbollit. Vërtet, se po zgjatemi pak, por do ta mbyllim këtu për këtë pjesë. Presidenti meriton një respekt veçantë, sepse ne dim shumë mirë që akoma në Shqipëri nuk ka ardhur ligji i sporteve, dhe kjo është një temë e veçantë që ndoshta në një emision tjetër ne bashkë do ta diskutojmë. Unë duke qenë dhe jurist dhe avokat e kuptoj shumë mirë, dhe presidentët meritojnë vetëm respekt, sepse paguajnë nga xhepi vet për të mbajtur futbollin bashkëpunim, siç e tham, me Federatën Shqiptare të Futbollit. Patjetër këto shkojnë në kompleks me njëri tjetrin. Atëherë, flamurtarit e UTA po i marrin ndeshjet 1-1. Një rezultat 2-2, një ndeshje do guxohet ta quaja e çmendur, sepse ka pasur disa ngjarje aty të cilat do doja që dhe ju t'i komentoni nga ana e arbitrimit, nga ana e organizimit. Pastaj unë do hyj pak dhe ke pjesa tekniko-taktike. Duke qenë pjesë edhe thash si vëzhgues i Federatës Shqiptare të Futbollit, rastet të tilla, profesor avokat Andi, janë raste sparodike. E njoh shumë mirë gjykimin, punë këmbgurse që bën drejtuesi i gjyqtarëve dhe arbitrëve shqiptarë, që është profesor Sokoli Areci, ish gjyqtar i FIFA-s, një gjyqtar me përvojë në të fushë, por dhe i trajnimeve të hepërseshme, i ndryshimit të rregullorës të FIFA-s për çdo lloj ndryshimi në seminaret e njëpasgjeshme që bën Federata Shqiptare e Futbollit dhe Kolegjiumi i Arbitrave. Rasti i them i Vlorës nuk është se janë raste që ndodhin shpesh në fushat tona. Kjo vjen edhe nga fakti, sepse shumë ose disa element tifoz dashës që janë në pjesëtarët të stadium nuk din të hynë në thellësitë e rregullorës lojës topit, e cila sikurse thot ish futbollist shquar i Interit Giuseppe Meazza, nuk është as e lehtë as e thjeshtë për të interpretuar. Pra, jo çdo prekje topit
është penalti. Jo çdo preket topit merr si mas disiplinore, ashtu dhe mas teknike. Pra duke mos ditur këto ndryshim të rregullor, shpesher tek ndonjë element i veçantë bëhet promotor i sjedhjeve negative në përfushat e futbollit. Jam plotësisht dakord. Kësaj sjedhje negative, këtyre elementeve nuk duhet t'ja zbejnë. Nuk ja zbejnë punën si të drejtuesve dhe organizatorëve që zhvillojnë aktivitetin, po ashtu dhe Federata Shqiptare Futboll dhe Komisioni i Disiplinës, i cili vepron me dorë të hekurt ndaj çdo fenomeni negativ që ndodh në fushë. Janë pjesë përbërëse. Absolutisht po, por kjo nuk ja zbe pjesën tjetër të tifozërisë vlonjate, e cila meriton respekt, sepse është një skuadër e madhe, është një skuadër tradite e futbollit shqiptar, që i ka dhënë gjithmonë dhe vazhdon të japit tonusin futbollit shqiptar. Me futbollistë cilësor. Ndër vite. Absolutisht po. Emra shumë të mëdhenj që kanë luajtur dhe me ekipin ton kombëtar dhe vërtet na kanë bërë krenar. Unë do thoja flamurtarit e UTA është një rezultat 2-2 dhe me sa kam ndjekur dhe ndeshjen është rezultati më i drejtë asaj ndeshje. UTA e nisi mirë, kaloi në avantazh dhe meriton vërtet komplimente trajneri Dobi, stafi komplet teknik, drejtori, presidenca e skuadrës Dursake, pasi ka ndërtuar vërtet një skuadër shumë kompetitive dhe normalisht janë një nga pretendentët për të qenë të paktën në Final Four. Është ndërtuar Pa dyshim skuadra e UTA-s e ka bazën, sepse edhe ish presidenca me president Osman Belionas, Edmond Nasrallah, ka lanë ose Monia, siç njihet gjithë, se është presidenti më i vjetër i futbollit shqiptar. Me një kontribut të jashtëzakonshëm. Absolutisht po. Në futbollin e skuadrës Dursake, me investime, me infrastrukturë dhe këtë bazë po e vazhdon presidenti i ri me trajnerin Dobi, por siç e thamë edhe pak më parë në fillim të emisionit, lufta sportive në Superligë është shumë e fortë. Dhe nuk mund të thuash për shkak që skuadrat e UTA-s, skuadra Dinamos, Partizanit, Elbasanit, e Ignatius, pra mbetet për të parë ka akoma kohë javë për të përmbyllur dhe për të piketuar cilat mund të jetë skuadra fituese. Më ngacmove pak te kjo pjesë dhe pa diskutim që do ta bëjmë një bashkëbisedim dhe këtë pjesë. Mendimi im është që kampionati shqiptar është shumë specifik. Nuk është, po marrim shembull si kampionatet në përgjithësi në Europë, që është për shembull një skuadër 2-3 që janë dhe të tjerët janë më poshtë. Në Shqipëri, edhe vendi fundit që ne do ta diskutojmë pak më vonë, Tirana, e cila është në një krizë të thellë dhe meriton që diskutohet sepse është 26 herë kampione e Shqipërisë, prap me 2 ose 3 fitore ka shanse që të hyjë lart. Duhet të them me këtë që kampionati shqiptar është shumë specifik dhe nuk ka një pretendent. Apo. Por je dakord me mua? Dikush do dalë fitues dhe dikush do dalë humbës. Absolutisht po, se futbolli i ka të tre rezultatet brenda. Po sigurisht se kemi një pikë torgos, pra ndër të tjerë thotë pranohet humbja me dinjitet. Dikush do përmbylli në fundin e klasifikimit, po dikush do dalë kampion. Thashë rivaliteti gara tjetër fair play, skuadrat paraqesin vlerat e veta secila dhe të marrë hakun që i takon. Dhe spektatori në fund të vjetit i kënaqur dhe duhet përkas. Nga Federata Shqiptare bëhet një punë shumë e mirë për sa i përket edhe fair play. Fair play, po, është vërtet. Bën seminare dhe ndihmën time për edukimin e gjithë komponentëve. Sepse e rëndësishme çdo futbollist, çdo lojtar, si ato që janë në fushë, ashtu dhe ato që dorën në bankina, kanë për detyrë që të tregojnë shembull, të ekspozojnë, të reflektojnë, të implementojnë tek lojtarët dhe tek spektatorët si edhe në përputhje me rregullat e lojës topit. Sporti dhe veçanti futbolli është një pjesë shumë e rëndësishme e shoqërisë. Po, na bashkon, ka vlera i themin ne. Ka vlera edukative. Sepse nëpërmjet ekranit jo vetëm spektatorët, po telespektatorët që na ndjekin mbar vendit. Pra sporti është një vend ku implementohet respekti, dashuria dhe futbolli që është një lojë në përputhje me rregullat e lojës topit të përshkruar nga UEFA dhe nga FIFA. Absolutisht. Egnatia Partizani 2-1. Një duel shumë interesant me një skuadër me Partizanin profesor Avokatandi, i dëgjuar në vite, me një emër të madh, me histori dhe me futbollist të jashtëzakonshëm. Por kjo nuk e zbe dhe skuadrën e Ignatius, me një presidencë dhe me, siç e tham më parë, me një trajner simpatik, këmbgulës, punëtor, trajneri i vitit dhe këtë sezon. I vitit të sezon, i cili ka arritur të ndërtojë një skuadër fituese, konkurrente dhe çka edhe në arenë ndërkombëtare.
Dhe infrastruktura që është ndërtuar në Rogozhin është vërtet... Folëm, e mbyllëm të ka pyetur profesor, një infrastrukturë që luan në rol vendimtar në kualitetin e skuadrës. Ju mendoni që Egnatia vazhdon të jetë pretendenti kryesor në këtë superiore, në këtë sezon 2025-2026? It's quite early, është herët akoma, thuhet në anglisht. Po, e vërtet. Por do të mbyllet kjo neshja fundit e fazës parë ose dytë dhe për të parë themelet e një skuadre që mund të jetë fituese e kampionatit të ardhshëm. E vërtet, shumë e vërtet, i qëndroj mendimit tuaj. Unë dua të flas pak për skuadrën e Partizanit, për trajnerin Kërnaja, që është një trajner i ri dhe unë jam një simpatizant, duke qenë se jam dhe vetë. Është fusha juaj ku mund të komentoni në këtë. I fushës time dhe jam një simpatizant i trajnerëve të ri dhe dua ta komplimentoj nga kjo studio dhe nga emisioni jon presidencën e Partizanit që i ka dhënë dorë trajneri të ri, ka besuar dhe vërtet Kërnaja po bën një punë shumë të mirë, sepse mos harrojmë mori skuadrën në një gjendje shumë të keqe e vendet e fundit dhe nuk i takon Partizanit të jetë vendet e fundit. U tregua i zgjuar duke rregulluar në fillim fazën defensive, pasi Partizani mos harrojmë në fillim të sezonit posonte gola. Tani është shumë e vështirë të shënosh gola Partizanit dhe prandaj jap vlera 3 pikë që tekës. Dhe këto rezultatet e punës skuadrës lidhen dhe me kualifikimin, integrimin e trajnerëve në sinmat e vazhdueshme që bën Federata Shqiptare e Futbollit dhe me profesor Bobin Surstarovën dhe Alban Tafaj, të cilët ne i përshëndesim nga studio jon. Por mendoj që edhe ju jeni të njëjtin mendim me mua që duhet t'i jepet dorë trajnerëve të ri, duhet t'i besohet sepse kanë vizion për futbollin që sot zhvillohet në Europë dhe në botë. Ashtu si kemi bizeduar jashtë kurset që merrni pjesë ju për licencimin e trajnerëve, shumica janë trajnerë të ri, me pasion, me dëshirë, që kanë në vite që kontribuojnë në drejtimin dhe që rezultatet e punës kërkojnë në për skuadrat tyre për të arritur objektivet që ka. Sepse shumë e rëndësishme është dhe fidanishta sistemin e gjuhën e futbollit, akademit dhe lojtarët e ri shqiptarë që duhen kultivuar dhe promovuar. Futbollin shqiptar, elementi i ri, siç e tregojnë edhe në arenë ndërkombëtare, ku shumica atyre marrin pjesë në për skuadra dinjitoze. Superliga në skuadra me emër, me zë dhe po japin tonin atyre skuadrave jo vetëm në lojë, po edhe me gola. E vërtet, dhe këtu tregohet dhe rezultate e ekipit tonë kombëtar, por kjo është temë tjetër të cilën ne do ta diskutojmë kur të vi koha për kombëtaren. Surpriza më e bukur, Bylis Elbasani. Merit e trajnerit Josa në këndeshje. Mendoni dhe ju këtë gjë? E kam parë kur kam qenë vëzhgues të skuadra e Bylisit, pa një skuadër me një infrastrukturë pothuajse të mirë. Me lojtar shumë cilësor. Të ri për cilësor? Të ri dhe cilësor. Por, rezultatet flasin vetë. Po, e vërtet. Po kjo fitore ishte shumë domethënëse, sepse Elbasani vërtet po tregon një kock shumë të fortë të sezon. Kur them që Bylysi është një skuadër e mirë, ka lojtar cilësor. Po kjo nuk do të thotë që gjeti një Elbasan të dobët. Jo, absolutisht. Këtë qenë një ditë errët për skuadrën në gjitha komponentet. Po, e vërtet. Dhe kjo i shkon për shtatë dhe lojës super të talentuar, të demonstruar, të organizuar me një kolektiv shumë këmbgulës, që arritën edhe rezultatin e tyre. E vërtet, mos harrojmë që trajneri Josa është vërtet një kolos i trajningut shqiptar në shumë vite, kështu që meriton vetëm respekt, por unë duhet të theksoj një respekt veçantë dhe për vizionin që ka presidenti i skuadrës së Baçit, zoti Kaplanaj, pasi Bylisi nuk është se pretendon për të paktën nuk pretendon parimisht për të shkuar në Final Four, por ka një qëllim tjetër, promovimin e lojtarëve të ri, shitjen e lojtarëve të ri dhe mbajtjen e financave të klubit. Dhe kjo është një gjë e zgjuar në këndvështrimin tim nga presidenti. Për sa i përket profesor avokat Andi Xhihani në lidhje me këmbguljen, pasionin të gjithë presidentët jo vetëm të Superligës. Edhe kategorisë parë. Edhe kategorisë parë japin tonin e tyre në skuadrat. Pra blerjet, financimet që ato bëjnë, për shumë, sepse unë i kam parë nga afër dhe i kam prek këtë realitet, janë shumë pasionant në skuadrat e tyre. Dhe unë jam dakord me ju dhe pata rastin dje të asistoja të ndeshja Besa Iliria, një ndeshje vërtet e luftuar dhe me kualitet dhe këtu duhet të theksoj që edhe kategoria parë ka element cilësor, edhe në kategorinë e parë të në Shqipëri luhet futboll dhe goxha futboll, ka dhe trajnera
goxhat mirë dhe këtu duhet përmendim Gugash Magani që është një emër shumë i njohur. Nuk mund të bësh dhe Smajli, trajneri i Ilirit. Sepse në ekipin në kategorinë e parë marrin pjesë shumë skuadra cilësore. Absolutisht. I skuadra kanë qenë Super League. Skënderbeu, Laçi. Është Apollonia, Pogradeci, Lushnja, Pogradeci. Shumë e vërtetë. Skënderbeu që po japin tonë, që ka një rivalitet jashtëzakonisht të madh për të renditur në vendet e para. Pra, në drejtimin e sponsorizimit, financimit të gjithë presidentët, i falenderoj nga kjo studio për ndihmën, për kontributin që japin, për pasionin dhe dashurinë që kanë për futbollin. E vërtet, shumë e vërtet. Tani duam dalëm pak ke Tirana Vllaznia, dy kolos futbollit shqiptar. Dua një mendimin tuaj në lidhje me gjendjen aktuale të Tiranës dhe pastaj do flasim bashkërisht për mendim si vëzhgues, sepse nuk jam profesionist i fushës së absolutisht, po jo, unë dua pak edhe në gjithë të vite të karrierës tuaj. Thash pra, janë ekipe me zë. Kam qenë në Shkodër edhe kur kam qenë arbitër kam arbitruar edhe Tiranë. Pra janë fanela në gjuhën, po t'i themi, në thonjza të rëndomta, me emër, me pesh, me kontribute të vyera në fushën futbollit. Pra, janë skuadra dhe qytete për cilën nuk ke çfarë shtosh më shumë. Por rezultatet duhet të pranuar. Të vjen keq situata e Tiranës. Po dikush do luaj mirë, dikush do luaj keq. Dikush do dalë fitues, e dikush do dalë humbës. Jam dakord, por ta shohësh Tiranën në vendin e fundit vetëm me 9 pikë. Pra kjo është i përket mirës organizimit të klubit, nga që unë edhe e njoh personalisht presidentin Rida Lilin, i cili dhe ky është një ka respekt, absolutisht pasionant, i them ne, një punëtor i këmbgulës. Por janë arsyet objektive dhe mënyra organizimit për cilën unë nuk kam asnjë informacioni. Mirë, dakord. Ne flasim në aparent, çfarë shohim nga jashtë. Rezultatet e dobta tregojnë që skuadra nuk është në nivelin e duhur. Po, e vërtetë është. Dhe mbetet punë, patjetër mbetet punë. Shumë punë. Ka mundësi për të ndryshuar faza me periudhën tash fillon periudha përgatitore, pushimin që skuadrat, president kanë kohë dhe mundësi për të rikuperuar dhe për të gjetur mangësitë që kanë në skuadrat e tyre. Vërtet. Atëherë edhe një pyetje. Në këndvështrimin tuaj dhe sa i keni ndjekur nga jashtë skuadrën e Tiranës, mendoni që është pretendenti kryesor për të rënë nga Superliga? Duke parë nivelin që ka Superliga këtë sezon. Kur shef rezultatin, kushdo që nuk është shifues mund thotë që mund dalë Tirana. Njëri që shifues, njëri që ka dhënë kontribut në futboll, njëri që është trajner ose pjesë përbërëse strukturës së futbollit, thotë jo. Sepse me 2 fitore, 3 fitore mund ka proces. Edhe unë jam dakord. Të uta ishte pothuajse në vendin e fundit. Me disa fitore rrazi arriti pothuajse ta afrohet afër Kaçës. Pra nuk mund të bësh parashikime, është akoma herët. Është vërtet dhe unë kam një bindje të brendshme që presidenti Alili do ta marrë situatën në dorë tani në merkaton e janarit. Nuk është se në merkaton e janarit gjenden lojtar që do bëjnë diferencë shumë të madhe, se ne e dim shumë që është shumë e vështirë, si në botë edhe këtu ke ne, për gjetur lojtar cilësor, por mendoj që do bëj diçka që Tirana në pjesën e mbetur të sezonit të luftoj deri në fund që mos bie nga kategori. Pra kushdo që del nga Superliga, nuk është ja, absolutisht është kampionat shumë i fortë. Është kampionat shumë i fortë. Tregon që punën e pamjaftueshme në drejtimin dhe në organizimin e brendshëm që mund të ketë ekipi. Vllaznia, një pretendent kryesor, një skuadër që në fillimet e këtij sezoni ka qenë siç thojnë, filloi me marshin e 5 dhe për momentin është një gërç. Guxoj ta quaj ngërç sepse ka 5 rezultate jo pozitive. Edhe trajneri Martinin për cilin unë e kam gjykuar një djalë simpatik në sensin që është një djalë punëtor. Një super futbollist ka qenë, apo ju e mbani mend. Kam pasur mundësi se e kam gjykuar. E ka arbitruar vet, po. Ka qenë korrekt në fushë. Për sa përket është vërtet që u quante Maradona Shkodrës në kohën e vet. Kur them djalë simpatik, një futboll dashës. Martini Sinani, ka qenë një dyshe simpatike. Sinani, një emër shumë i madh. Kam arritur të arbitroj. Kanë qenë jo vetëm lojtar cilësor, por dhe fair play në fushë. Po, e vërtet. Shumë e vërtet. Pa kundërshtuar vendimet e arbitrit. Kështu që diçka do të ketë, por them
kanë forca, trajneri Martini dhe skuadra dhe presidenti që të gjejnë rrugën e dur, zgjedhjen e dur për dalë nga ngërç. Vërtet, unë jam dakord me ju, unë mendoj që Vllaznia është një skuadër dërtuar për titull kampion këtë sezon. Janë treguar të zgjur duke marrë trajner vendas, Edi Martini, i cili, siç e thatë dhe ju, e njeh më mirë se kushdo tjetër ambienti shkodran. Për sot ndërpresë çdo kush ka dëshirën dalë kampion. Absolutisht. Por që dalësh kampion ose për të arritur strategjinë finale është taktika. Rruga që ti zgjedh, rruga që ti kërkon të përshkrosh të distancë, kërkon mënyrën e organizimit, mënyrën e zgjidhjes të problemeve. Është vërtet. Çdo kush ka dëshirë të dalë kampion. Absolutisht, po mos harrojmë që të dalësh kampion, do të punë, do të djers. Kush derdh më shumë djers, kush më shumë punë, ai del kampion. Po mos harrojmë që ka një bosht shumë simpatik me një mbrojtës si Gjini, i cili ka qenë te Teuta, dhe është një lojtar i ri, i talentuar, se unë këtu kam shumë dëshirë që të promovoj djem të ri. Kam shumë dëshirë që të promovoj ata djem që vërtet janë lojtar me nivel, që nesër pas nesër të shkojnë dhe jashtë, pse jo dhe t'jenë kontingjenti i ekipit tonë kombëtar. Ka një mesfushor si Malaj, një emër i madh për Superligën shqiptare, dhe gjithë ka një sulmues si Bekim Balaj. Po pikërisht futbolli pse është i bukur? Ikonë e Superligës. Pse është i bukur? Sepse ka rezultate të papritura. Patjetër. Pra, një ekip si Bylysi, që tham, që rëndi nga fund, boni një super lojë ndaj një pretendent. Shënoi 3 gola. Futbolli pikërisht sepse ka rezultate të papritur, pra ka fitore dhe humbje. Po, shumë vërtet. Por fakti, ekzistenca 10 skuadra në Super League tregon që të gjitha e meritojnë për të qenë Super League. Absolutisht. Por mendimin tim, kryesorja është që të bëhet një kampionat i bukur. Dhe po bëhet pa diskutim, një kampionat cilësor. Duhet ta theksoj që në këtë sezon, se mbajmë nga sezoni kaluar që ka pasur më pak gola, trajnerët po tregojnë më të zgjuar këtë vit, po luajnë futboll më të hapur dhe po shënohen gola javë pas jave. Dhe pikërisht pse kjo është dhe spektakël. Dhe pikërisht pse cilësor ky kampionat shqiptar, fusha, diapazoni që trajnerët si të kombëtarës kanë ku të kullosin. Kanë ku të zgjedhin. Ka element për të parë. Silvino ka element për të parë në Superligën shqiptare, jo vetëm nga djem që na përfaqësojnë dhe na bëjnë ngritja në shkallë e cilësisë futbollit shqiptar tregon edhe ngritjen elemente të ri. Pra, në Shqipëri ke ku të zgjedhësh. Në Shqipëri ke ku ta hedhësh grepin që të peshkosh lojtarë. Japim një merit akademive, japim një merit klubeve. Sepse është edhe normë UEFA-s dhe FIFA-s, çdo ekip në Super League do të ketë skuadra zinxhir. Akademitë e tyre për cilën asnjëra s'mungon. Absolutisht. Dhe përkushtimi që kanë trajnerët akademive në rritjen e edukimin, në ngritjen e cilësisë futbollistike në çdo grup moshe që ka akademi. Sepse Shqipëria gjithmonë ka pasur talente dhe gjithmonë ka nxjerrur futbollistë shumë të mirë që na kanë përfaqësuar dhe jashtë. Kështu që mendoj që kjo ishte rezumeja e kësaj jave. Shpresojmë shumë që viti i ri të gjithë skuadrat të vazhdojnë të luftojnë dhe të gjitha të jetë fair play. Të gjithë skuadrat të marrin atë që i takon. Uroj që tifozeria e Tiranës, e cila vërtet në këto momente ndjehet e friksuar sepse situata e skuadrës së Tiranës është kjo që është dhe ne e folëm. Shpresojmë që Tirana të rikthehet sepse unë mendoj që jep tonus në kampionatin shqiptar. Ketë një përmbyllje me sukses. Absolutisht. Të këtij fundit të vitit 2025 në gjithë skuadrat e superiores. Në gjithë skuadrat. Dhe pyetja e fundit për ju në lidhje me superiorën dhe pastaj do kalojmë në kampionatet e Europës, do t'i prekim pak sepse pa diskutim që ka interes nga opinioni publik shqiptar për skuadrat e mëdha të Europës. Kush ju mendoni që do jetë të paktën në këndvështrimin tuaj fituesi i Superligës? Do doja një mendim të. Zakonisht ne vëzhgues ose unë si gjyqtar e kam nuk mos bëj refleks edhe në një ndeshje futbolli shoh lëvizjen e gjyqtar arbitrit kryesor, lëvizjen e ansorëve. Edhe goli kur shënohet e shohëm më mbrapa. Je i fokusuar ke pjesa jote e punës. Pjesa e vlerësimit arbitrat dhe kështu që them që 5 skuadrat e para. Ignatia, Elbasani, Dinamo Vllaznia. Duke parë diferencën që ka Ignatia me vendin e dytë, duke parë që Ignatia ka dhe neshë të vështirë në Durrës si masa asaj që them, atëherë ose duke parë dhe Elbasani që ka një ndeshje
duke menduar të lehtë, mund të ketë ndryshim, por mund të ketë rokat do të përsëri në lesh krye. 90 minutit të javës fund. 90 minutit. Okej. Tani kalojmë pak tek kampionatet e Europës. Do ta nisim me kampionatin më të fortë të Europës, të cilën është Premier Liga, kampionati anglez. Besoj që ju e ndiqni si kampionati anglez, si kampionati spanjoll dhe Serie A, dhe keni ato simpatit tuaja dhe keni mendimin tuaj, dhe unë dua të pyes pak për skuadrën Arsenalit, i cili në këndvështrimin tim këtë vit është në sezonin e dur, pasi Arsenali çdo vit e nis mbar, bën një futboll spektakolar, por kur vjen fundi nuk arrin ta ngrijë atë titull të cilin ka më shumë se 15 vite që në kohën e Arsene Wengerit. Profesor, mendimi juaj për kampionatin anglez përgjithësi dhe për Arsenalin veçantë? Është një kampionat i fortë. Si thotë më fort në Janë skuadra me zë në Kupat e Europës. Po. Është një kampionat ku ndeshjet zhvillohen në 2-3 herë në javë. Po. Pra, me lojtarë cilësor, po, me investime kolosale në fushën pra të blerjes të futbollistëve, të ngritjes infrastrukturës, pa një shtet, po thotë i fortë në drejtimin e këtij aktiviteti sportiv. Kështu që detyrimisht edhe lufta sportive është shumë e ashpër, shumë e fortë. Pra, aty nuk ka parashikime. Kush mund dalë fitues ose kush mund dalë humbës. Është një luftë e fortë sportive. Jam plotësisht dakord me ju, por Arsenali ndodhet në vendin e parë që të themi dhe pak renditën dhe rezultatet e kësaj jave. E ndjekur nga Manchester City, 17 në Premier Ligën angleze. Arsenali ndodhet në vendin e parë me 39 pikë dhe ka fituar me Evertonin 0-1 në fushën e Evertonit, që është një fushë shumë e vështirë. Pa tregon forcën reale që ka Arsenali. Në vendin e dytë ndodhet Manchester City, me pretendime sipas klasifikimit, me pretendime për të arritur objektivin për të qenë ajo fitues i kampionatit anglez. Po, e vërtet shumë. Por, duke qenë se është akoma herët, them që motorat e kësaj skuadre janë ndezur për të arritur qëllimin final. Për City, për Manchester City. Normal, është skuadra që ka dhënë tonusin këto vite kampionatit anglez, është skuadra kampione, bashkë me Liverpoolin, por Liverpoolin në këto momente fatikisht ndodhet në një situatë krize, i cila ka pasur disa rezultate negative me trajnerin Arne Slot. Por në këtë fundjavë ka arritur të fitojë dhe vërtet është me Tottenhamin. Pra, për që bëjnë trajnerët që është për tu përmendur punës mirë, ka diçka që nuk shkon. Edhe ai që nuk shkon duket në rezultat, duket në klasifikim. Po, patjetër duket në rezultat, por unë po jap një mendim që tek Liverpooli ka ardhur një mbyllje e një cikli. Sepse vërtet ka pasur sezone të jashtëzakonshme me trajnerin Klopp, ka fituar Champions League, ka fituar Premier League dhe trajneri Klopp u largua duke treguar zyrësinë e vet. Por dhe ka ardhur Arne Slot, i cili ka marrë lojtarë të ri dhe ata akoma nuk kanë hyrë në mekanizmat e trajnerit. Profesor, skuadrat janë si puna e lulës, që kur e ujt lulen, i jep ushqimin, lule shpërthen, e vërtet. Por do koneve dhe lule. Kështu që dhe një ekip futbolli, absolutisht. Vjen një cikël që mbas një shkëlqimi vjen në rënja. Absolutisht. Kështu që në momentin që një skuadër nga shkëlqi fillon rënja, ushqimi më i mirë një skuadër tjetër fillon ngritjen. Pra, kjo është bën e bukur kampionatit. Kështu që edhe ju jeni me mendimin, edhe ju jeni me të njëjtin, çdo gjë është dialektike. Absolutisht. Edhe ju jeni me mendimin, siç jam edhe unë, që Arsenali, Manchester City do jenë pretendentët kryesor për ta fituar Premier League në sezonin 2025-2026. Kështu kam mendim, po gjithsesi kjo do duket në vitin e ardhshëm, në 2026. Normal, në varësi se si do ecë skuadra. Por ta mbyllur me Premier League dhe pastaj për të kaluar ke La Liga dhe tek Serie A, duhet të theksoj në lidhje me Premier League, sepse është dhe në interesin tonë të gjitha. Ka shënuar Armando Broja, ky është lajm dhe për opinionin publik sportiv shqiptar dhe për tifozërinë shqiptare, që mos harrojmë se në mars kemi ndeshje me Polonin, play-offin për kampionatin botror që të gjithë me zor për presim është një arritje e jashtëzakonshme, dhe Armando Broja me skuadrën e vet ka arritur të shënojë golin e parë për këtë sezon, mbas gati 2 vitesh që ka qenë i dëmtuar dhe me problemet që ka pasur. Shpresojmë shumë dhe urojmë shumë që ky gol ta çlirojë dhe nga ana psikologjike, dhe dua edhe një mendimin tuaj për Armando Broja. Mosha e re, faktori kryesor. Po, absolutisht. Dëshira për të luajtur janë premisa që futbollisti Broja të shkëlqej. Po, dhe ne ta kemi në gjendjen optimale në ndeshjen e mars. Më tepër që edhe në kombëtarën shqiptare. Po. Ai ka vënë në dur. Them që shënimi i golit, ngritja
sa do pak nga ana morale, do t'jetë një këmban e mirë për neshin e radhës që Shqipëria do t'a bëjë për kualifikuesit e botrorit. Okej, shpresojmë shumë që Armando Broja dhe gjithë djemtë tanë të jenë të gatshëm, t'i shkojmë mbar këto muaj dhe të jenë të gatshëm për ndeshjet e marsit. Kalojmë në kampionatin spanjoll. Aty dominojnë dy gigantë, Barcelona, Real Madrid. Do doja një mendim nga ana juaj dhe pastaj edhe unë do jap një mendim timin në lidhje me Barcelona. Ndryshe nga kampionati anglez, ja vetë siç përmendë profesor, të dy skuadrat më me zë të mos Reali o Barcelona bëjnë change, bëjnë ndrimet e tyre në marrjen e kampionatit. Ndërsa skuadrat e tjera, për shembull, Atletico Madrid dhe Villarreal me radhë. I themi një defekt i themi i rrugës të këtyre dy skuadrave, se këto dy skuadra s'hapin rrugë për njëra tjetrën. Është vërtet. Duhet të theksojmë fitoren e Realit Madridit këtë javë me Sevilla në Santiago Bernabeu, një fitore e vështirë, e ndoqja ndeshjen me vëmendje dhe vuajti Reali, është në një moment jo shumë pozitiv, me thënë drejtë, me trajnerin Alonso, fituan 2-0, por skuadra e Sevillas pati raste të cilën mund ta kthente ndeshjen. Gjithsesi Reali Madridi ndelet një gigant. Është shprehje popullore profesor që thotë i mbyturit të mbyt. Po, e vërtetë është. Kështu që edhe këto skuadrat e mëdha, duke enmlësuar kundërshtarin, si nga rënditja dhe paraqitja dhe kundërshtari mobilizohet dy fish kur luan me emra të tjerë dhe duke mbledhuar arrin me shumë vështirësi të kthejmë përmbys të rezultatin. E vërtet. Barcelona vazhdon me serinë e vet pozitive, ka 7 fitore radhazi, luajti dje kundër Villarrealit, që ishte ndryshe nga kampionati anglez. Po, ndryshe nga kampionati anglez. Që këtu dominojnë gigantët. Këtu dominojnë gigantët për ta përmbyllur kampionatin spanjoll, sepse nuk ke flet më shumë, sepse janë dy skuadra që japin tonin kampionatit La Ligës spanjolle. Kur të rikthehet dhe Champions Liga, ne do flasim sepse atje janë dhe gigantët e futbollit evropian. Këto emra që ne përmendim nëpër kampionate dy luftojnë me njëra tjetrën për të fituar trofeun më të rëndësishëm, më magjik në Europë, apo jo, siç është Champions Liga, dhe për ta përmbyllur me kampionatet e Europës dhe për të ardhur drejt fundit të puntatës së sotme, kampionati italian. Një mendim juaj i përgjithshëm. E njoh mirë se jeni dhe simpatizant e di se kemi biseduar dhe jashtë studios bashkë. Duke qenë se kam edhe në shtësi italiane dhe njoh shumë mirë. Por edhe këtu është një luftë e fortë sportive. Janë shumë skuadra. E vërtetë. Janë shumë skuadra që kërkojnë titullin. Pra, ndryshe nga kampionati spanjoll, është para shumë si anglezi, sepse edhe Italia ka rivalitet shumë të fortë. Shumë të fortë. Janë 5-6 skuadra. Rezultatet e fundit të shumë si ishte barazimi i Napolit, barazimi i Interit. Fitoria me vështirësi. Humbja e Romës, tregon rivalitetin e madh që kanë këto skuadrat. Pra nuk është dy skuadra siç është Barcelona dhe Reali tek Spanja, këto janë 5-6 skuadra që ti pretendojnë për të qenë. Sidomos humbja e Interit në kupë me Bolognin. Po ishte një rezultat i papritur, me thënë drejtën. Normalisht në fillimin e sezonit Napoli ishte dhe për mendimin tim vazhdo të jetë një nga pretendentët kryesorë, pasi Napoli vjen si kampion në fuqi e Serie A dhe ka grupin më të kompletuar trajneri Conte. Është futboll i bukur. Është futboll i bukur, por Interi është aty. Milani, mos harrojmë drejtorin sportiv shqiptarin tonë i cili na bën krenar Iglitare, ka bërë një skuadër shumë simpatike, e vërtet. Simpatike, shumë simpatike. Kur edhe me pretendime siç kam dëgjuar, kërkon blerjen e futbollistë cilësor për të arritur Maja e Luka Modric, të gjithë tham që perëndoi karrierën Modric masi u largoi nga Reali, por Iglitare tregoi edhe herë zyrtarsinë dhe nuhatin që ka si drejtor sportiv. Dhe për këtu meriton vërtet kompliment, apo jo? Sikurse meritojnë një kompliment të gjithë gjyqtarët, arbitrat, tek fusha juaj, patjetër. Tek fusha ime, të cilët japin tonin në gjykimin e këtyre ndeshjeve të këtyre skuadrave të mëdha, të këtyre skuadrave që japin aromë futbollit si italian, si anglez, ashtu dhe spanjoll. Po, shumë e vërtet. Okej, të dashur teleshikues, kemi ardhur në përfundim të hënës sportive. Dua të falenderoj ish arbitrin e FIFA-s dhe vëzhguesin e Federatës Shqiptare të Futbollit, zotin Fatmir Tare, për opinionet që dha në këtë emision. Do të shihemi në emisionin e radhës të hënën tjetër. Duke ju falenderuar, shpresoj të jeni kënaqur me opinionet tona.